Një ditë të bukur vendos të krijosh shqipe. Po. Nga çfarë të bëri të mirë këtë vendim? Tashi emigrantët pak a shumë kemi që një ndjenjë patriotizmi. Unë kam qenë edhe shumë aktivist në komunitetin shqiptar, duke organizuar paradën në New York, nëse ke paradën shqiptare në New York për të parë që kam organizuar në 2008, edhe për vite radhazi ka vazhduar. Edhe me atë ndjenjë mendova që pse mos kemi një diçka që është ka identitet shqiptar, por në rroba, që mund ta veshësh për ditë, jo vetëm një herë që veshin njerëzit flamurin. Edhe kështu lindi ideja që si të kemi diçka tonën që është një identitet shqiptar, por që të mos të vrasit e shumë syrin që është me flamurin shqiptar. Domethënë kjo është ideja që kam logoja në fakt është bërë me elemente shqiptare, po që jo domosdo tregon që është flamuri shqiptar. Unë kam edhe shumë jo shqiptar që e veshin si brand, si e pëlqejnë si logo. Po, do të pyesja për këtë, domethënë sa vite u bën në fakt që është krijuar shqipe? Ne kemi 5 vjetor që do festojmë tani në 28 nëntor. Atëherë kam publikuar edhe si brand. Okej, domethënë detajet e patriotizmit në kurit. E veshin dhe njerëz që për këtë do të pyesja, që nuk janë të Shqipërisë? Po, e veshin edhe jo amerikan, jo shqiptar që e pëlqejnë si logo, edhe kur I pyes çfarë shef kur e shef si logo, thonë they see a double-headed dragon. Në crown, formë kurore. Domethënë që kjo jep esencë tjetër. Plus un kam 2 logo në një. Në fakt është logoja që është kurora, është edhe emri shqipe me numrin 1 që do të thotë që ata që janë shqiptarë kuptojnë që është brand shqiptar, por ata që s'e dinë e shohin si emër thjesht. Identiteti shqiptar në brand, domethënë kur sheh që Rishas e kalon rrugët e Tiranës apo të Amerikës dhe sheh njerëz që e veshin, sa të arrit ndjenjën e krenarisë. Shumë. Se është diçka që ke krijuar vetë, e kupton, edhe kur e veshin të tjerë, dhe nuk është se ke bërë tatuazh në trup dhe e ke ti, por e sheh të shpërndarë në njerëz të tjerë. E kam bërë edhe njerëz tatuazh, se i pëlqen logojat. Po që është një ndjenjë shumë e bukur, është një ndjenjë që njerëzit edhe ty të bën vetë të ndihesh krenar, dhe kjo ka qenë ideja që të bëjmë diçka që mos ketë të jetë diçka që është identitet për gjithë shqiptarët që ta veshin, edhe për qef. Materiale prodhon në Amerikë të gjitha, më thuaj? Po, kam në Amerikë, kam edhe në Kinë, kam 2, domethënë suppliers I themi ne që aty edhe aty I menaxhojnë, domethënë ashtu, edhe në Amerikë edhe varet se un kam shumë produkte, kam mbi 400 produkte, edhe varet nga produkti. Qartë, Bruno, si djalë I ri dhe që gjithmonë e ke njohur dhe je personifikuar për modën, për të bukurën, për të përfaqësuar të bukurën në stil dhe jo vetëm, sa rëndësishme është që ne të veshim brende